Edhe siç po ju thoja, kjo është një nga mbretëreshat anti-varroa. 3 vite rresht kam që e kuroj për varroa, siç ju kam thënë unë nuk përdor asnjë produkt tjetër përveç se acidoksalik si Mesperkati ose si Shirita që mund të marr. Edhe te kjo kolonia këtu, siç shihet disa grenca të vogla po bëhen të bezdishme, paska akoma disa nuk paska mbaru të gjitha. Edhe siç ju thash, çdo trajtim që unë bëja te kjo kolonia, veja re që nuk binin varroa. Nësa të tjerat mund binin nga 20-30 varroa, pasi i bëja vjeljen, i bëja Mesperkatje. Te kjo kolonia këtu vija re që nuk binte varroa, binin 3 varroa, 4, 5. Edhe kjo më bëri përshtypje se edhe çdo trajnim se mund t'i bëj, se unë trajnime nuk është si i bëj gjatë gjithë vitit vendos Shirita apo i bëj Sperkatje, unë i bëj 3 herë. Pothuajse gjatë gjithë vitit për varroa. Një herë i bëj pas vjeljes, një herë do i bëj tani në 10 orë, edhe një